Të dashur shqiptar, sot në Peshkopi ka rënë dëbor. Peshkopi është qyteti kur kam lindur unë. Keni idenë që tani në Poloni, në këtë moment, kanë çelur lulet. Ndërsa në Peshkopi bie dëbor. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Është pra 30 qershor, e gjithë bota po çmendet nga i nxehti dhe në Peshkopi bie dëbor. Kjo ndodh për shkak se ky quhet viti El Niño. Në gjuhën meksikane El Niño do të thot pikërisht ardhja e Krishtit ose përfundimi i botës. Në fakt kjo ndodh një herë në 11 vjet, kur në sipërfaqen e diellit shfaqen njolla të zeza me temperaturë më të ulët se pjesa tjetër e sipërfaqes së diellit, dhe këto njolla janë fakt vende ku ekziston një stuhi shumë e fuqishme elektromagnetike, e cila udhëton drejt tokës dhe dobëson pikërisht pjesën mbrojtëse të ozonit që mbron njerëzit nga rrezatimi gama i yjeve. Pra është moment shumë i rrezikshëm për të gjithë banorët e botës dhe për banorët e Peshkopisë, ku bie dëbor në këtë moment, në 30 qershor, viti 2026. Nuk ka ndodhur ndonjëherë në historinë e Dibrës. Ju përshëndes.